Politikat aktuale të SBA-s, të karakterizuara nga veprimet pavendosura, populizmi dhe turbullirat në politikën e brendshme, do të sjellin pasoja afatgjata në rajone të ndryshme. Amerika po lë pas një boshllok pushteti që do të mbushet nga të tjerët në Afrikë, Ukrainë dhe Lindjen e Mesme dhe sidomos në Siri. Turqia po ndërhyn ndërsa SBA-t po largohen, duke u shndërruar në një nga fuqitë më të mëdha ushtarake dhe ndërmjetësit diplomatik kryesor në botë, duke ushtruar ndikim në disa rajone. Ankaraja po shfaqet si një lojtare kryesore me një politikë të jashtme të pavarur dhe që nuk ka nevojë për një dritë jeshile nga Washingtoni, Pekini apo Moska. Marrëdhëniet midis SBA-ve dhe Turqisë filluan të përkeqësohen në kohën e ngritjes së ISIS. Ankaraja nuk lejoi që forcat amerikane të përdornin bazat e përbashkëta për sulme kundër organizatës ekstremiste, por në të njëjtën kohë për të luftuar Shtetin Islamik, Amerika mbështeti forcat kurde, disa prej cilave janë organizata terroriste të ndaluara në Turqi. Duke filluar të krijojë politikën e saj të jashtme të pavarur, Turqia mori udhëheqje në konflikte të ndryshme rajonale, edhe pse mban ende hapur marrëdhëniet zyrtare diplomatike me Amerikën, pasi të dyja vendet përfaqësojnë fuqitë më të larta ushtarake në aleancën e NATO-s. Gjatë armëpushimit vazhdueshëm por të brisht në Gaza, administrata Biden e vlerësoi Turqinë për mbajtjen e Hamasit në tryezën e bisedimeve, por ky fundi donte t'i braktiste negociatat, duke u distancuar nga pjesa më e madhe e botës arabe dhe duke e humbur mbështetjen e Hezbollahut në Liban dhe korpusit të gardës revolucionare në Iran për shkak të humbjeve të mëdha përballë Izraelit. Hamasi do të mbështetet gjithnjë më shumë tek Turqia, si dhe Katari e Egjipti si negociatorët e tij kryesor. Ndërkohë Turqia po përqendrohet shumë tek Siria, pasi pasojat nga trazirat shumëvjeçare kanë ndikuar shumë në zonat kufitare dhe në ekonominë turke, nga rritja e refugjatëve sirianë deri tek përleshjet në zonë me luftëtarët e Shtetit Islamik dhe forcave demokratike siriane. Turqia do të ndërhynte ushtarakisht në vitin 2016 dhe disa herë të tjera deri në vitin 2022, pasi ndërhyrja e Rusisë ndihmoi Bashar al-Assadin dhe aleatët e tij iranian të rimerrnin pjesën më të madhe të Sirisë. Gjatë viteve 2015-2019 Turqia ndihmoi ndërmjetësimin e një armëpushimi për ta ngrirë konfliktin. Megjithatë, gjatë viteve 2019-2024, mosgatishmëria e Sirisë dhe Rusisë për të zgjidhur krizën e refugjatëve nxiti Turqinë të koordinohej me grupime të ndryshme rebele siriane për të rifilluar operacionet ushtarake kundër regjimit të Asadit. 2 javë pasi fraksionet rebele të udhëhequra nga Hayat Tahrir al-Sham nisën një ofensivë të madhe në nëntor, ushtria siriane e çorganizuar, e pamotivuar dhe e tepruar kapitulloi dhe Asadi u largua nga vendi. Turqia mori një herë një rol mbrojtës mbi qeverinë e rekalimtare të udhëhequr nga HTS, ndërsa lejoi përfaqësuesit e saj kryesor, ushtrisë kombëtare siriane, të kryente operacione kundër SDF-s kurde. Por më tepër Ankaraja po investon shumë në sektorët e energjisë, transportit dhe mbrojtjes së qeverisë së re siriane. Luftra të ndryshme kanë shpërthyer në kontinentin afrikan me pasoja të rënda si spastrimet etnike, gjenocidet dhe përballjet e ardhshme gjeopolitike mbi burimet, si për shembull në Libi disa fraksione dolën në skem për të garuar për pushtet pas rënies së regjimit të Muammar Gaddafit, përfshir generalin Khalifa Haftari, i cili shpalli luftë qeverisë së marrëveshjeve kombëtare të njohur ndërkombëtarisht në Tripoli. Haftari, mbështetur nga mercenarët rusë si grupi famkeq Wagner, u përpoq të pushtonte selinë e Tripolit të mbajtur nga GNA gjatë viteve 2019-2020. Turqia ndërhyri zyrtarisht duke dërguar mijëra luftëtarë nga përfaqësuesit e saj SNA në Siri, së bashku me 10 këshilltar me përvojë dhe logjistik të mëdhenj si dronët Bayraktar TB2. Ndërhyrja e Turqisë i ndali forcat e Haftarit mbështetur nga Rusia, duke lënë pas qindra viktima përfshirë midis grupit Wagner që nga ndërhyrja turke. Situata në Libi është shqetësuar dhe tani për tani nuk ka luftime të mëdha. Në buririn e Afrikës janë rritur shumë tensionet midis Etiopisë dhe Somalisë, pasi e para e një shtetin e shkëputur të Somalilandit në kuadër të një marrëveshje përqasje të drejtë për drejtë në detin e Kuq për të mbështetur dhe furnizuar popullsinë e saj në rritje të shpejtë. Njërazi është thelluar konflikti midis Etiopisë dhe Egjiptit për burimet e Nilit Blu. Pjesa më e madhe e energjisë hidroelektrike nga Nili Blu kalon tani nëpër digën e përfunduar të rilindjes së Etiopisë, të cilën Egjipti e sheh si një kërcënim të madh të sigurisë kombëtare. Turqia ka udhëhequr në heshtje negociatat midis Somalisë dhe Etiopisë, duke ftuar delegat nga secili vend në Ankara për të diskutuar mbi një udhërrëfyes drejt paqes. Gjatë muajve të parë të pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, Turqia luajti një rol të madh si ndërmjetësues kryesor, edhe pse po i dërgonte Kievit armë të mëdha. Qeveria turke furnizoi Kievin me dronët Bayraktar, të cilët shkatruan kolona të mëdha të këmbësorisë ruse në javët e para të luftës. Për shkak të pranisë së madhe të mbrojtjes ajrore, Bayraktar përdoren aktualisht për mbikëqyrjen e lëvizjeve të trupave ruse dhe korporata Baker ka në plan të ndërtojë pas luftës një fabrikë prodhimi në Ukrainë. Për më tepër, kompanitë prodhuese detare turke po rindërtojnë marinën e ardhshme për Ukrainën, duke filluar me 2 korvetat klasit Ada. Turqia është mbështetëse e fortë e sovranitetit territorial të Ukrainës për shkak të persekutimit nga Rusia të tatarëve të Krimes, të cilët kanë lidhje me turqit. Turqia e ka njohur Krimen si territor Ukrainas. Moska dhe Ankaraja konkurrojnë për dominim në detin e Zi, dhe një Ukrainë e fortë mund të shërbejë si një mbrojtje kundër fuqisë ruse. Me industrinë e saj të mbrojtjes në rritje të vazhdueshme, Turqia mund të mbushë një pjesë të boshllokut në Ukrainë nëse SBA-t refuzojnë detyrimet e saj të
mëparshme midis anëtarëve aktual të NATO-s, Turqia ndjek një qasje të pavarur dhe vendimtare të politikës jashtme, e cila rrallëherë lidhet me Washingtonin. Me dobësimin e ndikimit amerikan, sidomos për shkak të lëvizjes izolacioniste MAGA, Turqia mund ta shfaqë plotësisht veten në skenën botërore.